Sa po hëngrëm brioche, o zot sa të mirë që ishin dhe burri po më shanë mua që s'kemi ngrënë brioche më para në për kafene me kështu me bie. Ku treg? Se ne, sa të më doli të. Ku dole këtu, po ja këtore. Po ja këtore. Edhe po I the merë si që... Po është kena pas një kështu dyqanin e furë buke, po ta shifshe mirë, e merë shprasan aty. O, qa kabini kemi bone që një orë aty. Mu toj tregu. Por të pyqonëm sot ishte perë. Shumë shishëm ishte. Shie mrapa, s'ka më poshtë aty në Kështu tha, do ikim çdo ditë do hajmë brioche. Faktikisht këtu është croissant, do ikim do hajmë çdo ditë në për bare. Këtu është croissant. Sa I bukur si qytet shifën. O si që nga deti ishi. E parkoj jatin e I po espresin njerëzën. Nga e bëjnë gjiro këto? Po nuk e di. Ka pysim mirë? Pysim. Po e gjiro me shumë e me to një të rrugë shumë. Në shofim të të kohë. Ja, mëse s'na duhet gjë, hajtë se kemi lënë leshtë këtë në përrejgje. Bravo, kiku. Shumë. Hajtë qofim pushimet. E shumë rasën ke tjetër të dyqanë tjetër poshtë. Qa keti? Ja, s'qe ky, s'qe ka gjo ky. Që sa I bukur e dyqanë tjetër. Sa bukur pamja ndi? There might be something I forgot, but all I know is that I miss you a lot. Kemi invest qa super pamje, det këtej, qyteti andej, kjo zhurma e dallive, e bulbardave, është thjesht mrekulli. Kalon ai makinë që ta prish. Zhurma e flip-flopsave. Edhe tamam zhurma e flip-flopsave që vjen këtu. Ja. Një zhurmë karakteristike, po I thoj antit zhurmë pushimesh. Këto flup. Kaja, sorra? Edhe shesa e bukur, I thja sorrat e më përbarda, I më shtiga. Që di mu që I kejnë atje ato se të bodhën atje në Portugali, por këtu kanë qenë të mira, kanë qenë të bindura. Kush nuk e ka pa vlogun e Portugalis, antit ja morën nga dorë, atë kam kapur edhe me kamër në moment se edhe sa I thash. Edhe sa I thash, antit të lutem kujdesu sepse këto vjedhin. Unë isha bërë ta hongër atë, e kisha në dorë kështu. E kishë nëzirë gjysmën edhe ajo shumë. E kam në video atë. Pastaj e dash ta hongër gjithë, ose s'ka. Unë I thash haje, pastaj gjë. Sherën atë. Saj, qamë brekullia shife. Shumë e bukur. Inseparable, we were closer than two of a kind. The bond was almost palpable, solemn oaths with our blood that were signed. But in time Jo, do ulem në një lokal edhe do porosis qatë më vi për mbarë. Presion, ishte presion. Neve po ikim në shtetin më të pasur në botë. Girl, you got me down so bad. I can't say enough, she pull up with that new thing. Please don't fall in love, cause I think of you all day. Yeah, I was running through my brain, can't be nothing. Cause I just know you got me thinking about forever. Got a crush on you. I just wanna be your only crush on you. I'm not the type to give it in, read it out to your mind. Let me tell you now, I got a crush. Neve jemi
Dhe përveç asaj jemi në shtetin më të pasur në botë. Jemi në Monaco. Jemi ke holli i kësaj kazinos. Po që është falas për të hyrë. Po, vetëm e pa. Po. Kurse për të hyrë brenda që të luani, që të luani, duhet të pagojmë, por nuk e di sa, ne nuk kemi interes. Burri ka një orë që më lutet, aman, hajde lëmë 500 €, po. Jo 500 €, jo ma i... Je 200 që. Ska los kurbi që me kisha lon, për shumë dhe kisha los i 200 €, shka, vetëm për fiksim. Në asë një mënyrë. E dini ju që unë jam ai personi që s'kam lozur kur bëgjoz. Nuk kam provuar kur asnjë gjë që nuk duhet provuar në lëndë narkotike ose ku ta di unë asnjë gjë. Edhe jam person shumë, më duken këto gjërat shumë. Kur kam qenë vogël babi thoshte që mos i bëni, më duken shumë gogol si gjë. Mos e të na lozë stradën, nuk të na lozëm në unë. Kisha qenë vetëm. Pse unë po ta mbaj që i Po ti po mama se po them, nuk kisha shku, kisha lut për qef. Për qef kisha shku, kisha lut, ama që kolosale që ka për zonë. Shumë vërtet e bukur. Duhet ta shihni, unë ju kam lënë disa klipe, por shikoni. Është mrekulli e bukur. Për zonë po. Shumë e bukur. Që ka dhe një kafe këtu që ka me prit me fort. Është me rezervë. Mos ka rezervuar tonë 100%. Po që ka mërsi shumë e bukur. Që do dalin në shofin Monaco, pak se kemi ardhur, fatikisht na soll një ascensor, ndoshmë 3-4-5 veta, na sollën këtu. Se solli një ascensor thotë. Kishte rrugë tjetër për ascensor. Është vetëm start aty, s'kishte as butona të tjera si gjë. Vetëm start dhe ai çonte si, për start çon poshtë këtu. Kurse njerëzit janë veshur, janë për glamur, janë bukur. Se po shefim me rrugë panja nuk të lënë gjyshi. Po besoj se kështu është poshtë. Pa. Ne na futu kollaj, thjesht një kontroll bënin për çantat edhe kaq. Roje gjithanej. Edhe kaq. Edhe që ka shumë në bukur shika. Ka burri të iksa Nuk kam qenë tonë. Kush vje këtu me gratë? Thuj gru sa të shkëtu të marri paket. Thuj edhe hajde. Edhe lërni për lekë të përshimeve. Hajde i gjej 200 që grus këtu. Se në është hajtë 2 vishone dhe i bëndë i qanë në rast. Po se ti fushove, Po një vogën. shko futja soflaqe më humë të grefë. Shko të cigara të për zotin më. Ju më sonë andi. Crush on you. When I was looking outside, girl, you got me lost in Qyteti your është yll i bukur, shumë i pasur, jashtëzakonisht shumë makina, thotë andi me gjysmë milione shife. Që si vinë. Me gjysmë milioni euro, makina, Lambo, çanta, Rolls-Royce. gratë, super lartë, super yll. I bukur, i rregull, shifen i ndërtesat, të gjitha është shumë i bukur, dhe duket që është shumë i pasur, por aja vlen. Do të thënë unë për veten time mendoj se nuk ja vlen gjithë këto lekë për gjëra kaq shumë materiale. Ja vlen, se vlen për ndoshta për... Por mua se vlen, do më thënë qa duhet të sakrifikoj unë që t'i arri ato gjëra nuk ja vlen. Se sa shumë duhet të punoj unë. Të supozohet vi një, mas 2-3-4 breza. Them për gjë, po. Se nuk supozohet vish ti, apo unë. shumë Ne e jemi këtu, po... Tamam për të Nështë s'po njerë. bëjmë këtë jetën që këto Po. bëjmë, po për qenë jemi këtu. Do të thënë se jemi aq të varfër sa po mos qenë Monaco. Jemi të bërë. Edhe morë makullore dhe kushtu 8 euro gjysë. Po, akullori si shenë shumë. 3 lutë. Tani tym të Zara që në një gjëra jemi ta blejmë Monaco. Po. If you don't care about a man, raise your hand. If you a baddie and you know it, raise your hand. 100s and 50s make you do the money dance. Money dance, do the money dance. If you don't care about a man, raise your hand. If you a baddie and you know it, raise your hand. 100s and 50s make you do the money dance. Money dance, do the money dance. Do it left foot, get into it. Do it right foot, keep it going. Keep it going, keep it going. Keep it going, don't stop, keep it going. I made it rain in the club 100 bands. NFC. Njerëzit janë të çmendur për një copë rrugë, një kthes aty që ka ca ngjyra parë dhe kuq. Ti shofësh gjithë çunat mo janë shtrip barkas, gjithë jetën e tyre s'kan bërë foto, se kanë nxjerr telefonin në rrezik në asnjë udhëtim, as kur janë martuar, as në dasëm në rrezik nuk kanë nxjerr foto. Kjo është shtesë shumë e famshme e Formula 1-s. Edhe shikoje aty, s'kishte mashkull që s'ishte me telefon në dorë, të bë foto të zhgarravit në për foto. Të
paparja. E vetë nga skenë që kishte më shumë burra se sa gratë u bo. Po. Edhe kishin qefe, thashin shife. Edhe ne po kthehemi te kazinoja, pse po kthehemi. I thash e si të bëj foto, ma i gotë qa foto. Koka një, trupin djel, komët në plazh. E fotot kishe, po kthehemi ta bëjmë foto prapë. Ti ti bëj unë këto skena. O gre. Unë e si të thënë kemi gjithë jetën time. Edhe më s'du foto, nuk s'minderes foto të heq. Nuk du. I dash të reflektoj që gre më bëj dy foto. Zot më arruj qa fotosh. Me atë reflektoj Keep it going, don't stop, keep it going. I made it rain in the club 100 bands. NFC barcode is Montclair. When you fresh from head to toe, they y'all stare. They y'all stare, huh? Baby, y'all stare. How you mad that I'm the one and you ain't? How you just started popping children, stay in your place? I wake up, get to a bag, you mad that you can't? How you tryna bounce up? But bruh, it's too late. He's on my wrist and then crystal late. When you popping like this, it'll make you heart shake. Get money like this, it'll make you heart shake. Watch me do it. Dje erdhëm në Monaco, u zuma ndaj bashkë, nuk e di që patëm. Gjithsesi, vajtëm në market dhe si për që di, marketi në Monaco ishe me i lirë se marketi që kemi në të ragja në Nicë. U gnaqëm dje për pazar në Monaco dhe erdhëm në Nicë. Nuk se blem e ishë, blem... Problem uj, problem domate, problem salam, ca fruta deti, ca gjerë. Edhe për të di ishte super fun, edhe unë mendoja se do ishte super shtrenjt marketi. Marketi ishte më lirë se në Nicë. Nuk e di unë marketet tonë në Francë që janë të frikshëm. Se mund t'ju dukem kështu çuditshëm, por një ujë kushton një ujë madh, kushton 2 euro e gjys, kudo. 2 euro e gjys, 3 euro. Po një ujë më është. Okej, pra, kushtoj shumë në vetë. I kanë çmimet goxha të kripura. Që kështu, ne tash po shkojmë të hajmë briosh. Jo briosh, croissant. Dhe s'kam gjeras telefonin, po eci me memorje. Se tash unë jetoj në Nicë edhe qytetin s'ka gjërnande. Unë tashmë jetoj në Nicë edhe s'kam nevoj për GPS shumë të orientohem. Po na ke nga trupo, hape telefonin. Qare? Na ke nga trupo, hape telefonin. Ku jam unë? Ku shtë ka nga të rrutë? Bravo, ti. Na ke nga trupo, të imish. Jo, moja, tash do këthejmë të kjo. Se ku? Ajo, mirë, në të. Je për. Ati jetë semafori. Kur ti folë tjere, kur kam qenë unë në Nicë ti. O, zot. Por, kam një gjë shumë të mirë, kam shumë intuit në për qytetet e reja. Nuk e se jam shumë person që kam humb kollaj ose kështu. Nuk hutohem kollaj për qytete, është e vërtet? Ke orientim. Kam intuit, do më thënë shumë, si funksionon, se pak ka shumë qytetet europiane një stil kanë. Old Townin, kush ka plazhin, mënyra se si ato e kanë qytetin e vjetër e ka rreth plazhit, edhe të më thënë e kanë një sens se si i kanë ndërtuar. Po kjo rruga që ka me dyqanet hapen orën 10 dhe sa të bukura që kanë gjërat. Në qoftë se do vini me pushime në Nicë, qa do ju sugjeroja unë për rroba, janë të bardha apo qelli, edhe nga një gjë zezë. Edhe ndo një gjë e bardhë, si për e kësaj po me lara, por jo shumë ngjyra, sepse njerëzit e tjerë nuk para veshin shumë ngjyra, veshin. Zakonisht e bardha dhe për qelli, ja, këpana... Këto janë ngjyra që këtu preferohet, do më thënë që njerëzit e tjerë vishen shumë me lino dhe shumë me silk. Njerëz zakonisht shumë, edhe duken shumë bukur. Sidomos e zonjat që janë moshë që vishen me ato kostumet e bardha me pantallona, duken super yll. Edhe anti ka nisur t'i pëlqej. Gratë e vjetra këtu janë vjeqe me papa me fare, vjetë papa me kuptimin si vishe si e majnë vetër. Janë, sinqerisht janë tjetër nivel. Edhe në Gjermani janë të mira gratë e në moshë të madhe, vishen me vërtet shumë bukur. Zonjat e mbajnë vetën jashtëzakonisht shumë, me ato kapelet e tyre të vogla, mos të kështu të fytyra, janë thjesht nuk e di, the French.
Kur ishte që pami që ishte një plazh që ishte shumë e vjetër. Me një majtaka. Edhe ishte pak kështu si e lodhur. Ishte në mosh goxha. Se vesh pak pantalona bardha, të ngushta. Unë sot 3 vjeç mezi e shka komës. Ajo i kishte vesh papamen për zonë. Edhe shumë bukur kombinuar me çik ngjyrë, ato buzët e lyme. Kjo rruga që nga ynë me dyqane se pas kemi parë. Këtë që janë mbyllur. Ja dhe unë dhe burri, me boqellin me të bardhë dhe burri. Ky udhëtim ka qenë për veshjet e burrit. Burri ka qenë flak fare me veshjen e këtë udhëtim. Tregoj etiketa që kishte, tregoj. Që etiketa? S'kisha etiketa. Travel on by locomotive, turning up the century. See their fine clothes, soot is turning, satin's black as the night can be. But there's a new line, the lack of walnut, the cold as green as a mountain spring. Through the forest and over water, Northern Railway beauty sing. Jemi në Port de Sanjo. Po zoti ma gjuhë shumë e bukur është, por ne nuk ja kemi din fare. Dim vetëm oui, merci, au revoir. Qa dim tjetër? Ka ish dim? Po më mësoj dhe më mbrema, jo po të më ment. Buons. Ja, roba. Sot jemi në Port de Sanjo. Shpara të ndryshë, të ndryshë. Da, jemi diku. Jemi diku në Rivierën Franceze, jemi në një qytet të vogël. Një Paloma Beach, që është shumë i famshëm. Po. Ne do shohim këtë. Do shohim mirë këtë qytetin e vogël, do marrim në një gjë. Ishte shumë i bukur. Duke ajo nga treni, shife, ke parasysh këtë për pastaj? Pas një herë. Po, shohim edhe kur vim ne në qytet, shohim edhe pak a shumë çmimet para se kështu të krijojmë një ide të lokalit që do hajmë drekën, që mos të lodhemi pastaj. Rrugës që shkem domethënë se gjithmonë pak në Europë, në gjithë Europën besoj, vjen këto tapelat jashtë. Edhe ne i shohim na i mban xhepin, a duket i mirë. Ka njerëz, ua shohim pjatat atyre njerëzve sigur do vetë dua hajmë. Prezim i shohim kështu si maca hapim sy që kanë një gjë për ne. E tash do shohim këtë lokalin dhe pastaj do ikim, se nuk do hajmë tash, po thjesht do e shohim. Ja për shembull, ky paska. Homemade French fries, 8 euros, 8 euro. Paska, fish and chips. Po, si që ke qefti fish and chips, 29 euro. Paska, salat, 26 euro. Pasta, 26 euro. Qëta keni një ide? Paska, artichok 17 euro. Kalamar të skuqur 15 euro. Kështu, këto çmime ka. Interesant të duka. Por nuk e dim, do e shohim pastaj. Might be a bit of paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote and you just laugh. We better have a talk, think it might last until it's dark. When the candlelights are out, I really think it's goodbye. I didn't love you anyhow. Plazhi ishte plazh, o zot sa jemi kënaqur. Shumë ishte në ato plazhet e vegjël privat, spektakël, po me vërtet ashtu është. Është shumë e bukur. Gjithë Riviera Francës është mrekulli. Për zotin. Duhet ta shikoni. Është mrekulli me vërtet. Ai shumë sa unë kur ike ja bëj bye plazhi. Jo, me vërtet është spektakël për zotin. S'kisha menu kur që do ishte kaq e bukur. Edhe disa gjire ka, për shembull gjire të vogla që mund plash. Edhe e bën më të bukur fakti që ka transport shumë të mirë, edhe ti mund t'ikësh nga një vend në një vend asnjë gjë të bëhet e mërzitshme, edhe pse ne jemi në i pimet, kom të vidhes di se ke disa që janë afër fare. Janë
janë shumë bura, shumë ekstra. Edhe tash porositëm erdhëm te një lokal që kishte review të mira. Edhe vjen kjo era e detit, era e peshkut. Jemi ke porti, po gatuhet mirë dhe është kemi afër. Edhe dukej shumë e mirë. Nëse po kërës ta hap, nuk e keni iden. Unë ju them, hajdeni me pushime, mos e prisni mendje për asnjë gjë. Edhe them Andit, mund të shkoj jeta më mirë se kaq një fshat i vogël, buz Francës, duke ngrënë midhje, duke ngrënë frutadeti që ne i kemi shumë qef, duke u larë në det, shiflokët me gjithë krip, lëkura me krip. Ka plazhat ju afër nga 2 minuta ndryshojnë nga njëri tjetri, që mund të shkoj atje, pastaj atje. Edhe ndryshojnë, domethënë ndryshojnë njëri me gur, njëri me re. Ke parë se është ndryshim shumë i bukur. Shumë gjë e bukur. Njerëzit kanë var, ka dalin, bëjnë. Ka dhe shumë turistë, ta keni parasysh. Sa po vjen dhe po bëhet fatikisht me shumë turista, unë dhe kena pas fatin paktën 3-4 ditë të para kena qenë shumë mirë. Tashi treni është plot, autobusi është plot, dhe nuk e imagjinoj dot në kusht se sa plot mund të jetë. Po kjo mund të jetë. Qershori besoj dhe shtatori besoj se është shumë periudhë e mirë për me. Jo vetëm në Francë, po kudo besoj se janë periudha të mira. Sa po vjen, sa më shumë ditë po kalojnë, se keni iden sa shumë po mbushen. Ne ke treni kur e merresh në fillim. Ishe vetëm unë nga Andi. Pak fare. Tani 20, 50 veta, 70 veta i ke aty që vetëm ikin e vinë. Erdhëm nga plazhi, domethënë ikëm nga plazhi, që ishim te Paloma Beach, një nga plazhet më të mira në Nicë, kështu si i fshehur, si kështu. I bukur ishte. Shumë i bukur, i pastër njerë. Është vetëm i plazhi mua më kanë prekur pesh. Është ai shumë pesh, sa? Edhe i pari dhe i dyti ishte shumë bukur. Po, faktikisht të gjitha kanë qenë bukur. Tamam, por origjinali gjitha, po. Të gjitha kanë qenë shumë bukur, ne jemi për kështu. Bukur. Vetëm njëri nuk ka qenë i pastër. Po, ai nuk e di si ka mundësi, ai ishte shumë i bukur. Ai ose ndoshta kanë lozur dy që shlosa unë me ty sot edhe e bëm plazhin. Po, nuk e di çka ka pas, vetëm ai ka qenë pak i pisët si tip alga, nuk është se ishte i pisët me pislliqe njerëzore. Po. Domethënë me alga deti. Neve po ikim për drinks, po ikim për të pirë një koktejl. Në një nga lokalet gjasme më të famshëm të Nicës. Edhe është shumë i bukur, është në det mrena. Po, është në det. Nuk e rezervuan për të ngrënë, sepse ka një limit menuje, domethënë, po e rezervove për të ngrënë, që duhet të nisësh nga 60 euro për person dhe sipër. Edhe menduam se ai mund të jetë super spektakël shumë i mirë, po. Mendon se nuk ja vlen. E kam atë 30 euro në makaronës, akoma këtu e kam shihen. Aq e mirë ishte? Po. Më thënë thash mos e kishte 30 euroshin, ka ngel në fyt nga lekët. Jo, më kru. Po, kanë halal lekët. Jo këto, po gjitha ne, ku kena shpenzuar kanë halal. Versioni si ka halal, ku kena qenë që thashën ty. Në Spanjë, jo. Ku ishin ne që hongrum ka isa? Po, në Spanjë. Në Spanjë që e nga sardelet. Po. E çfarë ka shën kanë këto, shisa të lezetshme, me ngjyra. Edhe domethënë do shkem atje të vetëm me të pi diçka. Po. Shpresojmë gjejmë vend sepse është pak e vështirë, shumë vështirë. Sepse është perëndimi i diellit dhe është koha kështu. Siç nga kjo këtu. Çfarë kjo lokali këtu sa full? Ne kështu i shohim lokalet dhe pastaj googlojmë online, nuk kemi thënë. Po porti që nga shumë i bukur, dielli, burri. Gruaja. Shiheni? Është bukur. Yeah, baby. No, I haven't been the man you want me to be lately. Oh my, love. Say oh my, love. Yeah, we gotta keep. Lokali ishte yll i bukur. Perl. Njëra lokalet më të bukur që kam parë në jetën time. Andi? Shifeni. Ishte
Shumë i bukur. Edhe I tha, ishte mrekulli fare. Edhe po I thoja Andit, gëzuar I thash, for the little ones, për ne të veçlit. Për ne që s'mendonim kur. Që do vishim, nuk e puna vetëm këtu, po që kishim mundësi për pushime, për gjëra. Edhe për shumë gjëra. Për shumë gjëra që do ishim me fat që të njihshim njëri tjetrin. Mos qaj, gruaja ka pigo tani. Po që me vërtet për këtë ngritëm do likshim një pros. Po, për ne të vegjël. Po, për ne ku ishim vegjël që tani jemi të dhe jemi mirë dhe për kaloj mirë dhe po shë. Andi tallet me mua sepse unë jam person që romantisoj shumë jetën. Çdo gjë në jetë, jo vetëm këtë. Dy pleq, shkreta, tu i për shtëpi. Edhe unë gruaja bo sigur. Edhe unë them ata do jemi ne, edhe be jetën tonë kështu gati. Ama ishte lokali shive të tregoj pak ashtu. Që shumë bukur. Shive? Që shumë bukur. Shifeni si është. Ne nuk ishim as këtu, as atje. Po? Ishim poshtë, sepse poshtë është për pije dhe është pa rezervim. I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize. Baby, it's now or never. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. No, I don't wanna miss your every single minute. But see the problem is I can't admit it. Mbaroja abonimi trenit që kështu tash jemi në Nicë. Ama e bom prapë një abonim shumë vijitor, sa Po, normale se do marrim tramvajën edhe të gjitha gjërat, por abonimi Costa d'Azzurrë na mbaroi, domethënë që të përfshinte të tëra Costa d'Azzurrë. Por Nicën e kishim lënë Kastile për në fund, domethënë nuk kishim ardhur as ditë të bënim plazh. Kemi ardhur masdire familjesht. Po të bënim plazh në mëngjesi dhe nuk na pëlqen. Edhe do ikim. Por tash te një lokal, vajtëm hangëm brioshët në mëngjes te një lokal që quhet Filip. Okej ishte. Tash si ato të furrat e lagja që të Andi nuk janë, ishin më të mira, por si ato që hangëm djerë nuk ishin. Te Margjela I kishte, po këto emrat I kam bërë, unë I bëj në Shqiple, më shimë në përgjisht. Shifën ju, aji, do të thënë gjesti, jem gjesti, po këtë qovër në fillim. Krasane. Krasan qovër të fillim ishin, Po sot ishin shka, njëse në shëtë provojmë një tjetë. Po njëse do provojmë një që bahet akoma më shumë, se sot është e djel, edhe dyqanet janë mbyllur, lokalet disa janë hapur, disa janë mbyllur, se edhe këta do pushojnë që kredu po. Ju një sezoni... është një pjesë mirë mbyllur. Po. Si që do të në botë. Shumë më vërtet. I never figured out it's a big can of worms. Sometimes it hurts to even think about it. We should throw it out. I see you sitting on that couch again with messed up feelings. Too scared to just admit we both knew the dog was at our house, but kept it on the outside. But since we called it quits, I'm better than I've ever been. Do qaj, më lini 5 minuta të qaj, Andi. Do jetë era e fundit që u dhëtojmë shumë në për plazh. Bye bye plazhi. Bye bye. Tashi edhe një ditë në Nicë, edhe pastaj bye bye Franca. Ky ishte plazhi sot, ishte fantastik, ishte plot me fëmijë, me thënë të drejtën, por ishte shumë I ngrohtë. Tashi po marrim buzin të ikim në qendër të Nicës. Ishte një jetë e mirë sa zjati, man. Ishte shumë e mirë. Njerëz, marun njerëz. Marun të shpejtë. Se nuk se... se u që apurën qove.
fëmijë që edhe mua dhe rejto, mos shkamane. Tamam, që dua unë aty? Unë kam lindur për këtë jetë qefi. Më ka bërë neta me pikun për këtë vjetë. Po, da, ne tjetë jemi bëhet për punë. Po, unë kam lindur për shef. Por po lem në hotelin, edhe shpinë do më thënë. Po. Edhe po iki. Sa gjona morëm, sa gjona unë. Do vim në një vend që të lem valigjet. Po. Edhe pastaj do rrim në plazh, do kesh një antik shop sot, e do bëjmë këto gjërat kështu. Ditës fundit deri në orën 2, se në orën 4:30 fluturojmë për shtëpi. Check-in-in të tëra i kemi bërë, gjitha këto gjërat. Fjareli. Jemi gati të ikim. Të ikim! Nuk duam të ikim. Do të ikësh. Ja, arrim të në. Të rrim, okej. No hubiera pensado que yo me iba a enamorar, jamás no quería saber nada más, nunca más. Sot jemi në një vintage market në Nice, në Francë. Po më duket vetja se në për ato filmat, shikoni, ky është shumë i madh. Në qoftë se për mendimin tim doni të bëni një vintage market experience, më mirë hajeni në Nice edhe mos ikni në Antibë. Sepse të njëjtit shicat që janë atje janë dhe këtu. Edhe ky është më i madh, më i bukur edhe më i rregull. Që kështu për mendimin tim hajdeni këtu edhe mos bëni më eksperimente që të lëvizni shumë, sepse është shumë i bukur, i ka të gjithë shicat që ishin dhe atje janë dhe këtu. Çmimet janë në hava, siguroni të keni kesh, se nëse keni kesh mund të bëni më shumë pazar se sa të keni me kartë. Oh my God, it's so strange how we end up being here again. I don't care as long as you get me off my feet. I don't know what to say. Oh my God, it's so strange. You're right. I got you sent from miles away. Edhe thashë gru, here. erdhëm në shtëpi më në fund, pas një udhëtimi të gjatë, por që shkojmë barë, Po, shkoj se merën e fundit kemi një histori. Në fundin e një historish. Po, jo kësa radhe shkojmë barë. Edhe në shumë se të pronotoni udhëtime, për mendimin tim merrni me Eurowings, sepse kishte një gjë shumë fantastike. Ma hiq pak? Çfarë kishte fantastike? Që ju pinë vendet bashkë. Po, i jepte vendet bashkë. Do më thënë nuk ju jepte vendet adretarja, edhe pse unë isha në adretarja sot sa i zotria i kishe ngatëruar vetën e vetë. Ai që ishte, por ja jep vendet ngjitur edhe nuk paguan asnjë gjë shtesë. Shumë na kanë ndodhur në 2 herë fatikisht. Po jo, ashtu supozohet të ishte, sepse ajo tha thua vetë që keni bashkë, tha ajo vetë. Edhe jemi kënaqur, është hera e parë që mua nuk më ka munguar shtëpia dhe kisha harruar krejt shtëpinë. Për zotin e kisha harruar krejt Andi, as numrin s'po mbante mend. Ndar këtu i thotë diku se morën bolë që erdhëm. Ndar këtu diku aty kështu me kisha harruar. Jemi kënaqur pafund. Franca ishte the best. Edhe po bëu për Francën. Edhe mbi të gjitha erdhëm hapëm atë kasetën e postës, që marrë burri një gjob të voçkën. Vetëm 1 lekë shtarë për mu një gjob që e ka marrë, Po, kisha më marrë. Kjo, se supozohet që unë të marrë më shumë letra se Anti, por... Po fatikisht në sa vjen, në kur i në pushime në sa vjen shumë letra, si shtëpi, si punë, si çdo gjë, si të dy, në sa vjen gati hiç letra. Se mu puna që kam të ekshëm nuk më dërgon letra në shtëpi asnjëherë. Shumë këto letra që sjellin to Po. për blej gjoma. Në mu puna nuk më dërgon letra asnjëherë sepse i kam çdo gjë kam bërë që ta kem në email. Për exempel shtendi që kam për të bërë një herë në vit bilancin, edhe një 2 njoftime të vogla që vinë kështu. Edhe nuk ka se më vinë shumë letra, sepse i kam gati të gjitha online. Edhe Andina puna i ka online, ato rroga të tëra, edhe nuk është se kemi shumë kështu. Shi sa erdhëm në shtëpi dhe shi të pushojmë pak të rrim se të morëm vetën. E që e mori një gjë për të ngrënë. Mori një gjë se ishte të Banofi, se nuk i kënë shpesh të Banofi. Nuk i bje rruga ndej. Mori një tirjaki. Tirjaki qikme. Edhe kështu Franca. Një qikuja kemi me fërë. Po, duket se kemi. Franca ishte. Se
Sa që nga u lullet. Ua, sa që nga bë lullet. O, shime që jo. Nuk dal për jashtë. Nuk dal. Nuk dal për jashtë lullet që nga bërë katastrofë. Qysi, shive më bo.